tamon që e kem bin vetën që pelojnë për ditë tjetër, veç kur t'ja ka nis për atjet, unë thash vallaj, shkijet me ato tronat e veta, se si mësu na për neve me një ato. O kur t'ja ka nis, mu do këtë që ka dritë toka. Tisha ditë më përpara, në kodën Shqiper atje, ku mendohet që edhe masakra ka ndohë këtu, në 1914, jenë vra, pra jenë pushkatu të gjithë burrat mbi moshën 14 vjeç. Një Vllanic, atëherë, shqipojnë sot, varezat janë Shqiper një kodër, një shi e UÇK-s, pa urdhën, po në drejtën e tyne, me vullnetin e tyne, pa naj plan ushtarak, që këshim bo ma herët, i kanë zonë prit një konvoj ushtarak sërb. Në atë betej, për fatë mirë, ndër të tjera, e murëm një autoblin, pra një mjet luftarak, i cili kishte një top kundër ajror 320 mm, pa të kalibit 20 mm, po të distancës gjujtjes deri në 2 km, dhe më ripreda dhe të shpërthyse. Duke qenë kështu, atë top, ne blindën e kishim dëmtu, pra bashkëluftarët tonë e kishim dëmtu blindën, motorin, nuk ishte funksionale. Po topi ishte funksional, edhe kish municion. Mendimin e një burri që e kujtojmë gjithë, Shaban Lajqit, Migja i kemi thënë, ka qenë ideja ati që me smontu atë top, të tijë, edhe me improvizue një mjet lëvizës me 2 rrota, i kanë marrë për mjetë busore, për i kjerën të karit në të kohë, e me montu atë top me i bo 3 ngaj, se ishin 3 mekanizma gjujtë. Edhe me që kjo u dëshmu funksionale, pra ndodhi edhe i mushim me i përdor, na u rrit ambicja për me bo beteja më të mase deri atë ditë. U trimrum shumë nga fakti se kishim një top 20 mm. Me këte, po du me hënë të mive, kishim pas edhe arma të mira, shumë, ma shumë kishim bo. Imaginane, pra si ka arë deri këtu. Tu ka qenë bashkë tu ku jemi ne, edhe pak në shtëpi atje, kanë pas grupet ndryshme luftarake sërbë. Kanë pas edhe paramilitar, që u mërshin me vjedhje, me plashkitje, me gjëra që edhe s'du t'i qekit gjitha. Kanë pas polic, po i kanë pas 2-3 automjete të ushtrisë, që i bjen ka qenë edhe një shi aqe madhe ushtarake. Edhe plani për me i sulmu, është mendu me u bo në kohën kërse preshin, pra në pik ditës, jo natën. Edhe jemi organizu në 2 grupe, një grupë ka arë pik t'i krahu, dhe i afer shpijave, pasësus, pasësan dajve tjerë, pas ka një të trejet, aty kom edhe një shpi të vogël, që dikur më doke më e mirë në botë, edhe një grupë e ka pas për detyrë në orën e njajtë, në kohën e njajtë, pe i kodës për balë, se vija gjujtë që u llogarit ka të rreth 800 metrë. E ne kishim mundësi me gjujtë për atje pa u rreziku. Edhe fuqia e zjarit që më rike këto ishte ma e madhe. E kemi caktu orën, si çdo gjë që bëhet mirë, edhe unë kom marrë në kohë me një ekip këto, dhe bashkëluftarët e mi ka qenë edhe e të mqeku, besoni ose jo. Pra i kom marrë disa që ishin aty, se disa tjerë që këshim përvojën shumë beteja i kom dërgu për me bo harkun. Këtohet gjithë tjerë gjallë që jenë dera hetë, gjithë s'ka dilem. Me arën ti me këto, kër ka ardhë koha, unë e kom fillu e detyrën teme, në bashkë në kohë, në sekundë. Detyra jeme s'ka mujtë me kry punën, pjesha jeme ka qenë ma shumë vishë me njësë punën. E këshim menue që kër të fillon ajo, e madhe këta veç ikin. Kështu beso, e këshim bin vetëna. E fillum në tonën, po ata asë nuk u mërzitën për ne, në këthyn me qka kishin, me qka dyshin, me qka mujqin. Edhe nuk e kishim pozitën shumë të mirë, që me najtë shumë gjatë. Pritë që pja nisi këpër balë, u vanuaj pak, nuk di sa minuta, po mu kanë dok 100 vjetë. Edhe jemi ra në një falogine, si thot popli, s'dishin ku me është një krypë. Ra një farë si grovë atje më rafa, qka me botash, a me vazhdu krejtë, se me të kjo punë gjysë, tamon që e kem bin vetën që pelojnë për i ditë tjetër,
Vesh kur t'ja ka nis për atit, unë thash valloj, edhe shkijet me ato tronat e veta, se si mësu na për neve me një ato. O kur t'ja ka nis, mu të doke që ju ka dritë toka. Gjim, peja atjet, nuk kom pa një temen me ik njerës qashtu. Se na për i kureshtis mi pa që po bëna ja, qëfar domi po e bënë këtyne, u këthyma prapë, në pozicion edhe me e pa që po ndorë. Kush i parit më ramën se ka prit. Mori i gjujshin qa kishin të ngajt, i gjujshin me... Shtu t'i këtë i ka një trup, atje ka pas pakuj bistrica, to që edhe në bistrici ka lonë, do të bërtit, të kukat, ka ndara nej. Kjo ka ndodhë në ditën e sotit, në vitin 99, ende po mbyll lufta. Ka qenë një ngjarje që vërtet na ka dhënë një, jo veç një gzim, po na ka dhënë një fuqi të jashtëzakonshme. Na kthej, kishim kalu kohë gjatë në vështirësi në luftë. Ishim harxhuar njerëz, ishim harxhuar municione, shpresën e kishim te kosharja, te beteja, te lufta që ndodhin çdo ditë atje. E dishim se bombadimet e NATO-s vazhdojshin, po në teren ka qenë gjendja bukur e rëndë, edhe ka qenë një gjendje bukur e vështirë. Me këtiket këtyne, që thëmë drejtën kanë fillu edhe një herë ato energjit, se nuk u dike që do të kryet lufta me 9 qershor ose 12 qershor, 17 maj, 9 qershor, atër ditë kënd gata, edhe situatat nuk kanë qenë lehta. Atëre një pjesë e jona bashkëluftarëve kemi ardhur me pastru terrenin, si i thojnë, me pa këtë terren që ka ndodhur. Ndër të tjera jemi habit në ato çantat e tyne që kishin vjedh gjanën e për shtëpi. Edhe shyt një speca, edhe shakica, edhe çdo vegël pune, që i kishin mbledhur, ka kishin kalu ata, të gjitha i kishin lanë pajisjet e veta të komunikimit, radiolidhje, to po s'na hishin punë, se na s'kishin pajisje tjera, mi përdor, po i kishin lanë ashtu, uniforma, materiale që i kishin marrë shënime e gjëra tjera. Pra, për gëzimin ton, ky gëzim u bo shumë më i madh në mbrëmje. Ishte shumë interesant në mbrëmje, me ndëgjuar atë kohë Gjimishian, zëdhënësi NATO-s, edhe në deklaratën e rregullt në konferencën për shtyp, se çdo ditë mbajshin konferencë për shtyp me tregu që po shkojnë bombardimet, sa po e sulmojnë Serbinë, çka po ndodh. Tha dhe tha, një lajm tha na vjen, tha prej terrenit, tha u shiru qyteti i Javllanicës. Mu merr pak i noti se tha qyteti i Javllanicës, Javllanica City. Shifoni. Atë dashur pranishëm gëzuar, pra dita e shërimit, i përjesim kujtimi për të rënd, faleminderit gjithëve për shërbimin, për mundin që i keni bërë për lirinë e vendit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.